ka zgjedhur baltën si mënyrën për t'i dhënë jetë ideve të tij. Me duart e tij krijon skulptura dhe vepra që kërkojnë durim dhe shumë talent e pasion. Sot në Vibe kemi kënaqësinë të prezantojmë dhe të mirëpresim artistin Erlind Fusha. Erlind, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësia është e ime. Faleminderit që e pranove ftesën dhe unë dua ta nis direkt me pyetjen se si lindi ideja jote për të bërë skulptura. Në fakt, ideja vjen nga trashëgimia që kemi si familje, duke qenë se kemi mbi 600 vite që trashëgojmë brez pas brezi në familjen tonë, traditën e poçerisë, si rrjedhoi më lindi dëshira që ta çojmë më tej këtë traditë për të mos sa lënë tek primitive, por që ta çojmë në një shkallë më lart, duke filluar me liceun artistik, duke studiuar në bachelor për skulpturë qeramik në Universitetin e Arteve dhe së fundmi, pra para 2 vitesh, kam mbaruar edhe masterin për skulpturë qeramik dhe mësuesi. A e mban mend skulpturën tënde të parë? Skulpturën e parë normalisht e mbaj mend sepse ka qenë në lice, por skulpturën e parë amatore, duke qenë se kam qenë gjithkohës duke prekur baltën në shtëpi, ka qenë një trup njeriu shumë i thjeshtë, të themi. Domethënë i pa realizuar anatomikisht, thjesht një figurë njeriu si çdo fëmijë që mund ta realizojë pa pasur informacione mbi realizimin e një figure. Në çfarë moshe e kuptove që këtë gjë don ta bësh gjithë jetën? Unë kam filluar trashëgimin e poçerisë rreth moshës 4 vjeçare. Pra aty kam filluar hapat e mia të para duke krijuar ato objektet fillestare, sigurisht me ndihmën e babait. Rreth moshës 14 vjeçare unë kuptova që duhet ta zhvilloj më tepër këtë traditë sepse nuk kishte asnjë në fisin tim që e kishte çuar më përpara. Edhe e pash si nevojë këtë pjesë. Edhe duke qenë se jam edhe fanatik i pjesës që fisi im duhet të avancojë në këtë traditë sepse jemi shumë pjesëtar në fis. Dhe për këtë arsye nisa që të zhvilloj më tepër. Ke menduar ndonjëherë ta lësh këtë profesion? Mendoj që nuk do mlej profesioni mua. Sa e bukur kjo. Kjo është shumë e bukur. Tani unë dua të di procesin e punës. Sa kohë të duhet zakonisht për të realizuar një skulpturë? Varet nga skulptura, nga përmasa, nga shumë elemente dhe shumë faktorë. Për shembull, nëse do të marrim këtë skulpturën që u kam realizuar dhe kam sjell sot këtu, për të realizuar këtë mund të më duhet rreth 1 muaj e gjysmë. Le të flasim pak për këtë skulpturë. Po. Çfarë është kjo? Atëherë, kjo është një skulpturë shumë e veçantë, të cilën unë e kam realizuar në diplomën e liceut artistik, pra në gjimnaz, dhe është poçari. Është një simbol i familjes time, është një vazo e kombinuar bashkë me figurën e njeriu, i cila quhet një figurë antropomorfe, pra vazo e miksuar me figurë njeriu. Është poçari bashkë me qeleshën, i cili tregon trashëgiminë e fisit tim. Sa e bukur, dhe domethënë se unë dua të di se cili është procesi më i vështirë, qoftë i kësaj skulpture, po qoftë edhe të tjerave. Procesi më i vështirë është procesi i krijimit në mendje si fillim. Pastaj procesi kur vjen momenti për ta realizuar në praktikë, le të themi, është pjesa më entuziaste dhe më që shijohet më tepër nga skulptori ose nga vetë krijuesi. Ti më the është procesi më i vështirë, le ta quajmë, kur e krijon në mendje. Çfarë të frymëzon ty zakonisht? Çdo gjë. Për shembull? Për shembull, marrim shkas nga natyra, si mund ta kthejmë erën në skulpturë, si mund ta kthejmë shiun në skulpturë. Kthehet? Patjetër që kthehet, por kjo është pjesa më e vështirë se si mund ta kthejmë. Pra kur ke një copë, një letër të bardhë përpara, është shumë e vështirë ajo bardhësia e letrës është, si më thon, vujtje për artistin, qoftë për shkrimtarin, por qoftë edhe për pjesën e skulptorit që do hedhë skicën se si do e ideoj. A ka ndodhur ndonjëherë që mos të dali skulptura ashtu siç ti e ke menduar? Mund të ketë dalë edhe më mirë. Po ka raste që le të themi jo që kemi dështuar, po që nuk kemi arritur ato pritshmëritë, por kjo ka qenë kur kemi qenë në fillimet e mia. Dhe ka qenë më tepër ke pjesa teknike se sa ke pjesa e realizimit të kompozimit veprës. A e ke të vështirë të ndahesh nga vepra që krijon? Kur e krijon një vepër, ti jeton me veprën përgjithmonë. Kështu që ndarja është e pashmangshme, nuk mund të, domethënë, e pashmang. Ta presim çikë. Pa, prit.
nuk ndash kurrë nga vepra në momentin që ti e realizon, të bësh pjesë e veprës gjithmonë, sepse vepra jeton gjithmonë me ty. Të gjithë veprat. Gjitha veprat, edhe nga zgarravina më kodi. Ti ke bërë dhe kupën e botës? Po. Si lindi kjo ide? Faktikisht në rrjetet e mia sociale, duke qenë se ndjek si janë ngacmues her pas here, ishte edhe fillimi i kupës së botës dhe unë vendosa që ti befasoj, por që ti them njerëzve që shikoj që unë mund ta bëj edhe këtë. Dhe si rrjedhoj e realizova kupën e botës hap pas hapi në të gjitha live-et e mia që janë futur në atë kohë për rreth 1 muaj. Pra, më zgjati rreth 33 ditë për ta realizuar kupën e parë. Pastaj kam realizuar edhe kupat e tjera në bazë të kopjes origjinale. Le të ndalemi pak te kupa e botës. Në momentin që e përfundove. Po. Çfarë të erdhi në mendje direkt kur e pe? Sa keq më vjen që se fitoi Gjermania këtë vit. Unë jam tifoz me Gjermaninë dhe se shijum dot. Cili ka qenë reagimi që të ka bërë më shumë përshtypje kur pa në kupën e botës që e kishe realizuar ti në një skulpturë? Reagimi që më ka bërë më shumë përshtypje ka qenë që edhe pse e kanë parë gjithë procesin, prapë më thanë që ti këtë e ke realizuar me kallupë dhe nuk e ke realizuar me dorë. Ndërkohë që unë kam qëndruar 33 ditë me radhë duke realizuar me dorë nga fillimi deri në fund. Sa mërzitesh ti kur merr këtë lloj komentesh? S'mërziten fare. Përderisa unë e di se si realizohet procesi, komentet s'kan rëndësi. Po vlerësimi më i madh që ke marrë, kush ka qenë ai person që të ka vlerësuar më shumë? Në lidhje me kupën e botës. Në çfarë lloj skulpturi që ti ke bërë? Po këto janë projekte të ndryshme, nuk është se po për shembull kam qenë realizimi një pune private. Zakonisht punët private janë ato që vlerësohen më tepër, por ka pas edhe punë të tjera, le të themi fitimet e çmimeve të para. Për shembull kur kam qenë në liceun artistik në moshën 19 vjeçare, kam fituar çmimin e parë për konkursin në zgjedhjen e skulpturës më të mirë të luftës kundër korrupsionit. Dhe ishte një konkurs i realizuar nga OSBE Odiri. Kam qenë pjesëmarrës në festivalin Frankofon Soleil në Bullgari si përfaqësues i Shqipërisë, gjithashtu përfaqësues i Shqipërisë në Erasmus në Hungari, ku kishte pjesëmarrës të shumë shteteve ndryshme si Gjermania, si Hungaria, Letonia, Italia e tjerë, dhe u paraqitëm shumë mirë, unë bashkë me disa kolegë të mi. Gjithashtu kam qenë edhe pjesëmarrës në Austri, në Kunstlerhaus, në artist në rezidencë quaj atje, ku një artist përzgjedhej nga Shqipëria dhe një artist austriak përzgjedhej nga Austria dhe bënim këtë shkëmbimin. Kur i ke marrë të gjithë këto fitore dhe gjithë këto arritje, përveç vetes tënde, kujt ja dedikon këto? Se unë mendoj që edhe të marrësh pjesë në të gjithë vendet e botës, fiton është një arritje. Po, e vërtet. Kujt ja dedikon ti të gjithë këto arritje të tua në jetë përveç vetes tënde? Pa diskutim që familjes një, normalisht Zoti është mbi të gjithë neve, kështu që le të ndalemi pak tek Erlindi, jashtë studios, jashtë skulpturave, jashtë orarit të punës. Nuk e di nëse ti ke një orar pune apo punon. ja, s'kam fare orar. S'ke orar. Çfarë bën në kohën e lirë kur ti nuk punon? Si është një? Çfarë punon? Po artisti do të zgjedhë se çfarë do të bëj punën e radhës, kjo është kohë e lirë. Do të vrasi mendin gjithë kohës, sepse në art nuk mund të jesh kurrë i qetë. Po që i qetë nuk je artist. Do me thënë ti e gjithë kohës duke menduar, për çfarë mendon? Po sepse zakonisht kur përfundon studimet ti quhesh artist i lirë. Pra kur je artist i lirë, pavarësisht se kjo fjala e lirë duket pak e thjeshtë në dukje dhe duket sikur ke një liri të madhe, presioni që ke mbi shpatullo është shumë i madh sepse ti pedagogët e tu, le të themi, ose njerëzit që të njohin ose publiku që të njeh, ai publik sado i vogël të jetë, duke ditur se çfarë talenti ke ti, presin shumë prej teje. E kupton? Dhe kur ti nuk i jep, kjo të demoralizon ty. Kështu që kjo pjesa e qenurit artist i lirë ka edhe ato kusuret e veta, sepse ti duhet krijosh gjithmonë. Është shumë e vërtetë kjo. Në fakt unë doja të di se çfarë të çlodh ty zakonisht. Po unë merrem shumë edhe me paktën këtë e provoj vetëm me veten, sepse unë kam një, le të mos themi jo problem, po kam një parim timin që qofse unë nuk e bëj mirë diçka, nuk e postoj.
Pra, duke ditë që ka më të mirë se vetja ime, nuk e postoj. Po merrem shumë këtë kohë me pjesën e animacionit, po nga që jam në fazë eksplorimi, dua të avancoj më tepër në veten time që të filloj të postoj dhe të tregoj që unë jam i vlefshëm edhe në këtë fushë. Tani unë përpos kësaj dhe punës që ti bën dhe që ti e gjatë gjithë kohës duke hulumtuar për artin, unë dua të di për femrat, ke kohë ndonjëherë të dalësh në date me një gocë apo si është statusi yt? Unë më thënë drejt jam i fejuar. Ua, sa mirë. Dhe pjesën më të madhe të kohës e kaloj me të fejuarën time dhe ka qenë dhe i shtys shumë e madhe për mua gjatë periudhës time në universitet sepse atje jemi njohur. Ajo është koreografe dhe balerinë. Kështu që flasim gjithë kohës për artin dhe se si mund të zhvillojmë njëri tjetrin. Cila është skulptura që i ke bërë të fejuarës tënde? Faktikisht është edhe skulptura më vështirë që e kam realizuar, që ka qenë rreth 9 muaj më ka dashur që ta realizoj, është edhe diploma e masterit, ku kam realizuar atë në përmaset e saj natyrale. Dhe ka qenë një cikël i tërë, domethënë nuk ka qenë vetëm figura e saj, por ka qenë edhe disa kombinime me disa vazot e tjera të transformuara në marrëdhënien tonë. Sa e bukur. Me thënë drejtë ka qenë edhe puna edhe më e vështirë, po një punë ku unë kam mësuar jashtëmase shumë. Edhe e ke bërë me dashuri? Patjetër, sepse ka qenë edhe nga ana e saj durimi për të më qëndruar mua model. Do me thënë të ka qëndruar... Patjetër, ka qenë figurë me modelin përpara. Sa mirë, është diçka shumë e mirë dhe mendoj që është një dhuratë shumë e vlefshme. Unë dua të di reagimin e të fejuarës, më fal. Cila është kritika më e madhe që merr nga e fejuara jote? Me thënë drejt ajo shumë kritike ndaj meje dhe shumë mirë bën, a kupton se duhet ndonjëherë dikush që të uli me këmbë tokë, edhe pse unë jam personi që jam gjithmonë me këmbë tokë ku vjen pjesa për tek arti, po që gjitha komentet që më ka bërë kanë qenë për të më ndihmuar, sepse pavarësisht se ajo nuk është e fushës, kur ke një sy të freskët i shef pak më ndryshe. A është xheloza? Po unë nuk bëj ndonjë gjë për të qenë xheloz. Kështu që jam brenda kornizave. Çfarë planesh ke për të ardhmen? Dhe me që thej që skulpturat dhe i kemi pas trashëgimi, nëse nesër pas nesër ti do bësh fëmijë, që është dhurata më e madhe që mund të ketë një person në jetë, të krijojë familje dhe të bëjë fëmijë. A do doje që fëmijët e tu të ishin pozitiv me skulptura, të bënin skulptura? Do doje që të ishin pjesë e artit, por duke parë kushtet që ka Shqipëria, e vështirë ta them, nuk e di. Do t'ja lejnë dorë vetë fëmijëve që të zgjedhin çfarë të duan vetë, sepse sot është edhe koha e teknologjisë. Domethënë është shumë e vështirë që ta fusësh një fëmijë që të punojë me elemente të prekshme, sepse balta është e prekshme. Se kur flasim për skulpturën e referohemi gjithmonë përfundimit, po nuk është aq, e kupton? Do merresh me allçiun, do merresh me çekiçin, do merresh me telat, do merresh me shumë elemente të rënda. Është punë me vërtet shumë e rëndë, sepse është edhe punë krahu, kupton? Unë për të realizuar Kupën e Botës 2 metra, që e kam bërë së fundmi, më ka dashur që të ri natë dhe ditë për ta realizuar. Përveç shkollës që ka qenë edhe shumë vapi dhe që e kisha në disfavor, kam punuar gjithmonë pas orës 6 mbasdite deri në 7 mëngjesit, duke qenë se ishte më freskët. Kështu që nuk e dia do i marri përsipër këtë rrisje fëmia im, por që do kisha shumë qejf që të ishte rëndësi ka të ketë vullnetin për të bërë diçka. Kjo është më rëndësishmja. Tani nuk dua të të prek më tek jeta jote personale, sepse nuk besoj se vlen më. Mesazhin e edhe që ti je i fejuar, je i lumtur, zemra jote është e mbushur plot dhe të uroj shumë sukses në profesionin tënd dhe gjithashtu të keni një jetë të lumtur ti bashkë me të fejuarën tënde. Por unë dua të di se cila është skulptura që e ëndërron ta bësh dhe çfarë planifikon të bësh në të ardhmen, një skulpturë që apo nuk e ke menduar akoma? Nuk, kur je skulptor nuk ke ndonjë skulpturë që dëshiron ta bësh, sepse kur mbaron për skulpturë, gjitha skulpturat, le të themi që të gjitha skulpturat janë të arritshme nga ana teknike.
Por kur je skulptor, arritja jote më e madhe është gjetja e skulpturës, pra çfarë gjetje bën ti, çfarë krijimi bën. Ai mund të jetë edhe kaq, në atë krijimi se Mona Lisa kaq është sa i flet formati. Por sepse njerëzit ndonjëherë tundohen drejt gjërave të mëdha, por nuk janë gjërat e mëdha që të nxjerrin si më thon të nxjerrin në pa punën e mirë. Mjafton të bësh edhe një gjë të vogël, por ta qëndisësh atë gjë. Unë kam qejf që të realizoj një ekspozitë që është në planin e mi në të ardhmen dhe po punoj për këtë ekspozitë, duke qenë se po bëj disa punime në studion time, por nuk mund t'i postoj sepse të vjedhin një den. Edhe ky është sekreti, domethënë. Jo vetëm imi, por I të gjithëve. Tani unë do doja nga ana jote, përpara se të dalim te rubrika ku unë e preferoj më shumë, është rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Dua nga ana jote një mesazh për të gjithë të rinj që duan të ndjekin artin. Mesazhi është që mjafton që të futesh arti sepse arti të bën pjesë të vetes ti kollaj fare. Edhe pastaj do thonë që arti nuk jeton pa mua dhe jo unë pa artin, ashtu siç e the ti. Është një pyetje që ka ekzistuar gjithkohës. Mos gaboj, ka thënë Ernest Gombrich, është një autor që ne kemi studiuar në historinë e artit botror, bën fjalë. Kur thot a ka art pa njerëzimin dhe a ka njerëzim pa artin. Unë mendoj që s'ka njerëzim pa artin. Tani do të kalojmë tek rubrika. Kafe apo çaj? Zakonisht, apo duhet 3 sekonda kjo? 3 sekonda. Okej. Çaj. Tirana apo qyteti yt? Unë nga Tirana. Tirancia? Po Tirana apo ndonjë qytet tjetër? Tirana. Mëngjes apo natë? Mëngjes. Balta apo guri? Balta. Muzikë gjatë punës apo qetësi? Muzikë gjatë punës. Profesionist apo mjafton kështu? Profesionist. Instagram apo TikTok? TikTok. Det apo mal? Mal. Një fjalë që të përshkruan? Pricjap. Një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Që jem skulptori më i mirë në Shqipëri. Bjonda apo Bruna? Atë që kam. Kjo ishte edhe rubrika jonë 3 sekondësha. Jo, është nga kurioziteti tim. Cili është skulptori që vlerëson më shumë? Këtu në Shqipëri apo në gjithë botën? Në Shqipëri, edhe në të gjithë botën. Se kemi shumë pedagog. Kujtja prishim e kujtja ndreqim, po. Prej ta mendojmë çik tash. Pa, mendoj. Pa, mendoj. Shiko, ka shumë skulptorë në Shqipëri që unë i vlerësoj shumë, që cilët shumica prej tyre më kanë dhënë edhe mësim. Por të thoja që do kisha shumë dëshirë që më jep të mësim Odise Paskali dhe janë aq paqë, por ata kanë jetuar në një periudhë tjetër ku unë s'kam pas lindur. Por jam shumë i lumtur që kam marrë mësim nga gjithë skulptorët më të mirë që janë sot në Shqipëri, ku bëhet fjalë për Sadik Shpahin, për Artan Peqinin, për Genta Bakun, për Gjys Krisikun, për gjithë skulptorët që më kanë dhënë mësim. I vlerësoj jashtë shumë. Po në botë? Në botë, pa diskutim, kur i referohemi artit modern, do të thoja August Rodin. Por unë, duke qenë se merr me keramik, më pëlqen shumë edhe Henry Moore. Ndërsa për sa i përket antikitetit, pastaj do thoja Polikleti, është skulptori i cili ka krijuar edhe normat bazë të figurës njeriut. Po të shkojmë pastaj në rilindje, do thoj Michelangelo. Erlind, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e vibe-it. Çfarë vibe-i të dha i herë? Vibe pozitiv, isha shumë i lirshëm, ishte me vërtet kënaqësi. E thash gjithë gjërat që doja, nuk ndjeva asnjë lloj pengese, kështu që. Edhe do jesh gjithmonë i mirëpritur, dhe kur të realizosh një skulpturë, ato që nuk po e nxjerr se çfarë ke menduar, do jesh gjithmonë i mirëpritur për të folur rreth artit, sepse sot në Shqipëri mendoj që arti po humbet nga pak. Varet si konceptohet arti, sepse tani quhen artistat edhe dikush që e bën këngën nga dikush tjetër, kupton, thjesht interpretuesi. Kurse ne jemi artista që e krijojmë vetë, por ju po e krijojmë vetë objektin dhe e nxjerrim vetë në galeri.
Edhe të uroj shumë sukses, do je Shumë gjithmonë i faleminderit edhe mirëpritur. juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.